Nadia mirë se ke ardhur, i nderuar kryeministër, këtu në Shkodër. 15 gra e vajza, burra e djem, janë listën e qarkut tonë për zgjedhjet e 11 majit. Me thënë drejtën, kur nuk kam parë një prezantim më përfaqësues në nivel qarku, dhe duke takuar e duke ndejtë me secilin prej kandidatëve, duke dëgjuar secilin prej nga vjen dhe kontributin që jep, kuptojmë që mozaiku i larmishëm i qarkut Shkodrës dhe mundësia e zhvillimit dhe diversitetit të Shkodrës është një përmase të madhe. Ju e dini fort mirë se përzgjedhja e listës është një proces i gjatë që kërkon marrjen e mendimit jo vetëm nga strukturat e partisë qarkut, por ne kemi pasur parasysh 2 kolona në përzgjedhjen e deputetëve. Së pari strukturat e partisë socialiste dhe si parim kryesor jemi mbështetur dhe në propozimet e partisë që ka sjell, por e dyta gjithashtu edhe mundësinë që çdo komunitet të gjejë në listë të ngjashme dhe përfaqësuesin e vet. Kemi shumë besim se lista sjell përvoja të larmishme e plotësuese për qarkun dhe në fakt nuk kemi thjesht vetëm një grup deputetësh, por mendoj se kemi zgjedhur një ekip të motivuar për të punuar fort në të gjitha nivelet dhe për të arritur objektivin madhor që ka Partia Socialiste në këtë mandat, pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 2 janë deputetët që garojnë për mandatin e dytë, ndërsa 13 të tjerë e kanë për herë të parë këtë sfidë. Gati 50% e listës janë gra e vajza. Dhe po ashtu në listë ne kemi pjesë nga platforma e deputetit që duam dhe njëkohësisht dhe nga përfaqësues të Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Gjithashtu kemi mbajtur në konsiderat profesione të ndryshme, pasi në këtë listë kemi jurist, kemi ekonomist, kemi inxhinier, mjek, stomatolog, ushtarak, sipërmarrës. Artist nuk kemi në listë, pasi në Shkodër artistët janë gjithmonë shumë zënë, e s'kemi dashur të heqim nga skena. Por besoj se kjo është një listë që përmban të gjithë karakteristikat dhe do doja që të filloja me prezantimin e secilit prej tyre. Dua ta filloj me Marianën, vajzën me rënjë nga Dugagjini, po me zemër në Shkodër, ku është rritur, e njohur në mediat e huaja, por dhe në ato vendese si Neo Maltsoria. Mariana është një shembull ideal i rinisë energjike dhe vizionare, që e do fort vendin e vet, punën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Me vizionin e saj për turizmin, zhvillimin rural dhe rinin, besoj fort se Mariana do të jap një kontribut të jashtëzakonshëm për gjithë qarkun e Shkodrës. Kjo fal energjisë së saj dhe frymës që ajo ka sjellë ndër vite dhe punës krijuese, duke sjell dhe një brand të saj që është i njohur, do thoya dhe ndërkombëtarisht, që është Neo Maltsoria. Onit Bejleri është i lidhur në Shkodër me profesion inxhinier. E ka zhvilluar kryesisht aktivitetin e tij ose karrierën profesionale në sektorin privat, por ka 3 vite që është i angazhuar në administratën publike, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, si drejtues në Tiranë dhe në Shkodër, dhe më tej si nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës. Onidi ka zgjedhur Shkodrën për ndërtuar jetën familjare dhe është babai 2 fëmijëve. Për 2 vitesh është pjesë e ekipit të afërt të bashkisë dhe ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ndjekjen dhe implementimin e shumë investimeve të fundit që kemi bërë së bashku në Shkodër. Sot ai është pjesë e një rrugtimi të ri në parlament dhe përfaqësojnë Shkodrën si një zë zhvillimit të qytetit të Shkodrës në gjithë qarkun.
Gjenis Qela është 28 vjeçe, lindur dhe rritur në Shkodër, ka studiuar që herët, që në moshën 15 vjeçare është shkolluar në Britaninë e Madhe, në Itali, në shkencat në marrëdhënie ndërkombëtare, në shkencat politike, ka mbaruar studimet në Cambridge dhe ka zgjedhur të kthehet në vendlindje. Ajo po vazhdon të japi kontributin e saj dhe është pjesë e një familje e cila vazhdon të shërbejë Shkodrës nëpërmjet aktivitetit të saj privat, por në fushën e turizmit. Bujar Rexha është një tjetër kandidat nga Gruda e Malëcisë Madhe, i arsimuar në shkolla fsharake në Tiranë. Është i martuar dhe është baba i 3 fëmijëve. Ka një karrierë 11 vjeçare në fushën e sigurisë, ka shërbyer si shefi grupit të sigurimit të kryetarit të parlamentit dhe ministrit kulturës. Bujari ka drejtuar detyrinë e ruajtjes personaliteteve të larta shtetërore. 20 vitet e fundit ka emigruar në Amerikë dhe është marrë me biznes privat në fushën e ndërtimit. Është i angazhuar vazhdimisht së bashku me familjen e tij në mbështetje të Partisë Socialiste dhe në 2009 ka drejtuar rrjetin e vullnetarëve të qarkut të Shkodrës për Partinë Socialiste. Në fakt, në këtë garë përfaqëson gjithë malësorët kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit. Edona, besoj se s'ka nevojë për prezantim, përfaqëson Shkodrën në parlament sot, e ka me shumë pasion, është një zë fort për qytetin, rinin dhe sipërmarrjen. 4 vitet e mandatit parë ka propozuar edhe nisma të konkrete ligjore, ka lobuar për investime, ka vazhduar të ketë marrëdhënie të fortë me qytetarët në Shkodër, rikandidon këtë garë me besimin se Shkodra do të ketë një vazhdimsi në përfaqësim për të çuar më përpara dhe iniciativat e tjera të qytetit tonë. Radhën e kena marrë sipas kronologjisë së emrave. Enertit Canaj është arsimuar në fushën e ekonomisë dhe drejtësisë me një eksperiencë të konsiderueshme në administratën publike, në disa role të ndryshme. Ai vjen nga familje e majtë, angazhuar në fushën e biznesit privat. Enertiti njihet për përshkushtim ndaj shërbimit publik dhe profesionalizëm në çdo detyrë që ka marrë përsipër. Ai përfaqëson një brezëri me formim të fortë dhe vlera të qëndrueshme. Ervin Doda është 39 vjeç, lindur dhe rritur në Fusharës, i martuar dhe baba i një vajze 2 vjeçare, jurist me eksperiencë në fushën e avokatisë, ka pasur angazhim kryesisht në sektorin privat, njohës shumë i mirë terretin në zonën që ai përfaqëson, pozicion që ka mbajtur deri tani është nën prefekt i Shkodrës. Holta Daka. Holta vjen nga një përvojë drejt për drejt me komunitetin, aty ku politikat shëndetësore kanë ndikimin më të madh në ofrimin e shërbimit mjekësor. Është mjeke dhe ka treguar një përkushtim profesional dhe kontribuar në rritjen e cilësisë së shëndetësisë. Gjatë drejtimit të shërbimeve klinike në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe kyç në procesin e marrjes së kartës së autonomisë spitalore, duke sjellur inovacion dhe përmirësime konkrete në sistemin e shëndetësisë. Duke punuar çdo ditë me njerëz, Holta e njeh mirë se kushdo nevojat e tyre dhe ka aftësinë të çojë ato aty ku duhen dëgjuar dhe adresuar. Frog Gjini, Frogu është një demokrat i hershëm, një njeri që ka qëndruar besnik parimeve të tij dhe ka dhënë kontributin e tij për vite me radhë. Me 2 mandate si përfaqësues i qytetarëve, ai ka qenë gjithmonë i përkushtuar ndaj kauzave të demokratëve dhe interesave të komunitetit të tij. Frogu e kuptoi se e vetmja rrugë për të çuar përpara kontributin e tij për qytetarë shkodran është ajo që garanton stabilitetin dhe zhvillimin.
Duke parë vizionin e Partisë Socialiste dhe rrugën e sigurt drejt Europës, ai zgjodhi të mos e çojë dëm përvojën dhe angazhimin e tij për ta vënë në shërbim të ardhmes. Respekti dhe mirënjohja për të nuk vijnë vetëm nga radhët e Partisë Socialiste, por nga gjithë ata që e njohin dhe që kanë punuar pranë me Frokun. Besmir Lezha, edhe ky një djalë i lindur dhe i rritur në Shkodër, ka zgjedhur të ndërtojë jetën e familjes së tij pikërisht në qytetin e lindjes. Besmiri është prindi 2 fëmijëve dhe ka një histori të gjatë angazhimi në sektorin privat, ku ka nisur të punojë që në moshën 14 vjeçare. Për më shumë se 2 vitesh, ai është bashkëngjitur Bashkuar Administratës Publike, duke treguar profesionalizëm dhe mbi të gjitha përkushtim dhe shërbim të shumë të mirë të banorëve të Shkodrës. Marian Dërshtiqaj ka përfunduar shkollën profesionale Arben Broci me rezultate të larta, ndërsa studimet universitare ka përfunduar në Fakultetin e Drejtësisë. Pas përfundimit të studimeve, ka punuar në Drejtori Renale Transporti Rrugor në Shkodër, ku ka fituar një eksperiencë të vlefshme në shërbimin publik. Në rolin që ka pasur si drejtues, Marian është spikatur gjithashtu në gatishmërinë që ka për të ndihmuar njerëzit, duke dëgjuar shqetësimet e tyre, duke ofruar zgjidhje praktike dhe të duhura. Vera Andrecaj, doktore shkencas, është një profesioniste e shquar në një karrierë akademike dhe profesionale të spikatur në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo ka emigruar në vitin 2002 dhe sot është profesore e asociuar në Cardiff Metropolitan University, ku kontribon në fushën e menaxhimit strategjik dhe të prokurimit publik dhe të arsimit të lartë. Me një sër kualifikimesh akademike përfshirë 3 mastra dhe një doktoratur, si dhe trajnimet profesionale, ajo ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e politikave publike. Si kandidate nga platforma e deputetit që duam, ku nga vjen Vera, ajo synon të sjellë të përvojë të pasur në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit, të Shqipërisë. Casey Spahia është një stomatologe e re, e diplomuar dhe e licencuar, por me një dashuri të madhe për të kontribuar për Shkodrën. Ajo që spikat te Casey është energjia dhe përkushtimi për çdo angazhim që merr. Akademia politike ishte pika që definoi më tej imazhin e saj, duke i dhënë një qasje më të qartë dhe më të strukturuar ndaj politikës. Shkëlqim Sterkaj, me një përvojë të gjatë në fushën e biznesit, si dhe në drejtimin e suksesshëm të institucioneve publike, me një aktivitet të suksesshëm familjar, janë kthyer në sipërmarrës të rëndësishëm të zonës. Vizion të cilin tashmë synon ta kthejë në komunitet. Me një kontribut madh jo vetëm në biznes, por edhe në atë politik, ku familja e tij ndose me bindje të djathta, sot e sheh përtej logos politike, si një shembull absolut se zhvillimi i këtij vendi kërkon vizion edhe jo ngjyra partie. Adnan Shullani është një prej figurave më të përshkushtuara të Partisë Socialiste në Shkodër, me një angazhim të pandërprerë në Partinë Socialiste prej 32 vitesh në struktura. Me një përvojë të gjatë, është mësues, ka qenë si mësues dhe drejtues i gjimnazit. Ai sot ushtron detyrën e administratorit të njësisë Ana e Malit. Adnani është një njohës i thellë i nevojave të komunitetit dhe një zë i besuar për banorët e zonës. Adnani është një burr që punon shumë dhe është fjalë pak. Këta janë lojtarët e ekipit tonë i dashur kryeministër. Jam i sigurt që Shkodra do t'i mbështesë ata dhe do të punojë fort dhe bashkë me mbështetjen e qeverisë shqiptare, Shkodra do të kthehet porta hyrëse e Shqipërisë në Europë. Faleminderit. Kam kënaqësinë të jap fjalën kryeministrit. Shumë faleminderit Benet, edhe kënaqësi që shikohemi përsëri këtë herë të gjithë së bashku në Shkodër, ku Mahamendja, ashtu si dhe në qaqet e tjera, kemi arritur fal punës shumë të kujdesshme që ka bërë drejtuesi politik së bashku me strukturat dhe me aktorë të tjerë shoqëror këtu në Shkodër, të
formsojmë një skuadër që është shumë përfaqësuese, që mbulon praktikisht të gjitha ndjeshmëritë dhe njëkohësisht edhe kategoritë dhe që ju flet të gjithëve pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë dhe prejardhjes, pasi kushdo që jeton në Shkodër apo mund të jetojë jashtë, por është i lidhur me Shkodrën, flas me gjithë qarkun, e ka mundësinë që në këtë skuadër të gjej atë që kërkon. Dhe kjo është shumë avantazh i madh për ne, krahasimisht me ata që kemi përballë, ose më saktë që kemi mbrapa, se ne përballë kemi vetëm horizontin e Bashkimit Evropian dhe s'kemi kundërshtar përballë, por kemi mbrapa. Edhe prandaj edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme zhurma, edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme klithma dhe britma dhe sharje dhe mallkime dhe lehje. Dua të them diçka që është në fillim, sepse nuk kam pas mundësi rast me fol me Marianën, por më ka rënë në sy bullizimi që i bën disa burime të caktuara edhe personazhe grotesk në petkun e analistëve, komentatorëve, deri dhe intelektualëve që kanë kurajon ta quajnë veten, duke e ekspozuar si një simbol të një banaliteti të shkurës. Dhe me thënë drejtën, unë e di shumë mirë që Mariana është e fortë dhe nuk i bën përshtypje këto, madje është aq kokëfort që do jetë problem vete, po kjo është një histori tjetër. Po arsyeja pse unë solla këtu këtë shembull është se dua të kthej një përgjigje për ata njerëz që nuk e kanë iden fare se kush është Mariana, që nisen thjesht nga fakti që është një malësore, nuk kuptojnë fare, hiç, zero, provokimin e fotografisë me atë qingjin ishte, Kecin, fotografin me Kec, nuk e kuptojnë fare provokimin, që është një, sipas meje, imazh jashtëzakonisht i bukur, dhe mbi të gjitha harrojnë që të pyesin se nga vjen Mariana dhe çka ka bërë Mariana në jetë. Nuk është një vajzë me qingja dhe me keca që u mor për thjesht panoramën ose fasadën, por është një personalitet në kuptimin e vërtet fjalës për moshën që ka. Është një personalitet i vetë krijuar me shumë mund, me shumë sakrifica, me shumë ambicie, me shumë kokëfortësi dhe përmes jashtëzakonisht shumë peripetësish. Jam i bindur që nuk e kanë iden për shembull që Mariana ka studiuar shkenca politike jashtë shtetit, që ka pasur një trajektore jashtëzakonisht të veçantë për të ardhur deri këtu, dhe që politikën e ka pasur ambicie
Shumë kohë më parë. Unë kam folë me Mariana, kam një orë për para, kur e kam marrë në podcast, edhe ka thënë që kam pas gjithmonë dëshirë të merrem politik, po kur të vi dita. Dhe mbi të gjitha është një njeri që vjen nga puna. Nga puna dhe nga suksesi, aty ku të tjerët 99% do ishin dorëzuar në mes të asgjëkundit, atje ku i ka qelluar të ketë vendlindjen e shtëpinë dhe ku ka ngritur një destinacion turistik që si shtab Beneti është bërë njohur ndërkombëtarisht. Tani arsyeja pse Mariana vjen në politik është diçka që ajo mund ta shpjegojë vetë, por arsyeja pse ne kemi pranuar aplikimin e saj është sepse ne besojmë që ajo do të jetë një vlerështuar për Shkodrën, për qarkun e Shkodrës, për sektorin e turizmit, për sektorin e bujqësisë dhe për gjitha ato problematika që lidhen me Shqipërinë rurale. Dhe do jetë një vlerështuar si dikush që ka studiuar shkenca politike, edhe si dikush që ka prodhuar me duart e veta nga toka dhe që ka parë të dy anët e medaljes. Ka parë edhe varfërinë, ka parë edhe suksesin, ka parë edhe bashkëfshatarët e vet, po ka parë edhe turistë nga gjithë bota në derën e vet. Kjo ishte diçka që e kisha të nevojshme ta thosha, dhe është e kot t'ju them atyre që kanë prodhuar gjitha të pocaqi që duhet ju vit turp, se ata s'kan turp. S'kan lidhje me turpin. Edhe thjesht dhe vetëm për të gjithë të tjerët mendoj që Mariana meritonte këtë shpjegim nga ana ime. Jo për të fare, po për filozofinë dhe qasjen e kësaj skuadre që ne kemi ndërtuar në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Ne faktikisht kemi bërë atë që asnjë parti politike nuk e ka bërë dhe nuk e bën dot. Kemi bërë një transfuzion shumë domethënës të gjakut në Partitë Socialiste. Kemi hedhur bazat me këtë skuadër të Partisë Socialiste 2030 për dekadën tjetër dhe për gjeneratën tjetër. Dhe këtu në këtë skuadër, edhe këtu dhe në gjithë qarqet, janë edhe ata të cilët me siguri do t'jem pjesë e asaj stafete që do të kaloj në duart e një gjenerate tjetër. Ashtu si kundër, këtu janë edhe të tjerë që janë pjesë e gjeneratës së re, por që janë tani më siç është Edona, apo të tjerë që janë edhe në nivelin vendor këtu. Kështu që unë besoj shumë që ajo që ne filluam me Benetin, që rezultoi një histori suksesi, duke i dhënë Shkodrës mundësinë të zgjedhë një personalitet po doni shumë ngjyrësh, po doni pa ngjyrë, përtej llogoreve partijake, është sot edhe në këtë skuadër, ku si shtab Beneti, ka njerëz që vinë nga një rrugë e gjatë me Partinë Socialiste, ka njerëz që vinë nga një rrugë e nisur me Partinë Demokratike, ka njerëz që vinë nga territori, ka njerëz që vinë nga emigracioni, ka njerëz që vinë nga eksperiencat e ndryshme, por edhe që vinë nga ëndrat dhe pasionet, deri dhe tek më të rinjt fare të Shkodrës, që janë edhe ata të përfaqësuar këtu.
Ne duam që të vazhdojmë të bëjmë shumë për Shkodrën. Shkodra është lënë mbrapa dhe prandaj po bëj një fjalë jo si në vendet e tjera, sepse këtu ka një specifik. Shkodra është vendi më i lëtë mbrapa nga të gjithë tjerët rrullin e Shqipërisë. Dhe këtu jemi në një betejë të përditshme me një pranëmbetje të madhe. Por populli i Shkodrës e shikon ndryshimin. Dhe ne kemi ndryshuar malsinë e madhe. Ne kemi ndryshuar Pukën, kemi ndërhyrë në Fusharës, kemi ndërhyrë në Vraun e Dejes, ku dhe aty ka nevojë akoma, por ama duke vendosur Shkodrën në qendër të gravitetit, të gjitha këto të tjera do të fitojnë shumë më tepër, sepse tani kemi në dorë të bëjmë zhvillim të integruar, duke vazhduar ta mbështesim fuqishëm Shkodrën, që me projektet madhore të qeverisë, deri te Hekurudha, Durrës, Prishtinë, që do të cek pikërisht Shkodrën si një domosdoshmëri në të gjitha kuptimet, pra një projekt shumë i madh, që është në proces. Dhe deri tek projektet e vogla në dukje, por shumë domethënëse ne u erdhëm për këtu, pash që për herë të parë pash liçenin nga rruga. Futeshe në Shkodër, sikur futeshe në një xhep falso. Siç ka qenë edhe hyrja e Vlorës dikur, ishte një kështu parull leckë atje, welcome to Vlora, një leckë me boj, edhe ti në fakt futeshe midis një karburanti, edhe një rrëpire, dhe s'kishte as Vlorë, as det, as drit, as gjë, një grop. Edhe këtu, sikur futeshe ke Lana në Tiranë në vitin 2000. Eksakt. Vetëm se në vend Lanës, ujit është rruga. Këtej godina, në mes. Tani është hap liçeni dhe aty ai projekt do të jetë projekt që do të transformojë komplet imazhin e Shkodrës për çdo që do hyjë në Shkodër. Dhe do t'i japi shumë energji pozitive dhe shumë krenari edhe vetë atyre që banojnë kur të hyjnë e dalin nga ky qytet. Që e ka beku Zoti si asnjë qytet tjetër të Shqipërisë, me të gjitha llojet e gjëra. Nuk çdo gjë që natyra mund të ofrojë dhe mund të ketë si larmi, Shkodra e ka. Kështu që na duhet mbështetje. Shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës, që janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domosdoshmë, si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë e madhe. Për ca personazhe që është të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka pas dhe ka akoma një vend që e tregon vetë vendi se çfarë është Këneta, ka qenë Shkodra deri para se sa Benedit vinte këtu. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashto vetëm një person për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Gjithë tjerët janë personazhe qesharak, grotesk. S'kan lidhje fare me çfarë i duhet Shkodrës, çfarë i duhet Shqipërisë, çfarë i duhet të gjitha shtresave dhe kategorive. Njerëz kot, pa lidhje. Ana tjetër është shumë e rëndësishme që gjithsesi të gjithë ju, ashtu si të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, të jenë të fokusuar tek kryefjala e kësaj fushate dhe kryefjala e një më të madhit që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Me Shqipërinë në Bashkimin Evropian, edhe në nivelin e qeverisës vendore dhe të mundësive për pushtetin vendor, gjërat do të ndryshojnë katërcipërisht, sepse praktikisht me
antarësimi në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk do ketë një buxhet, do ketë 2 buxhete. Siç ka ndodhur me të gjitha vendet që janë fund Bashkimin Evropian. Njëri buxhet nga taksat e atyre që banojnë dhe që punojnë në Shqipëri, dhe një buxhet nga familja e përbashkët evropiane, i cili është shumë domethënës për ne. Ka qenë jashtëzakonisht domethënës për gjitha vendet që kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Fal atij buxheti ekstra, ato kanë bërë kapërcimin historik nga vende të mbetura mbrapa në shumë aspekte ish komuniste në vende europiane, shtete të Bashkimit Evropian. Dhe shembulli më i thjesht është që në gjithë këto vite ne kemi marrë mbështetje nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 1 miliard euro. Me hyrjen në Bashkimin Evropian çdo vit ne do të marrim 1 miliard euro. Ky është, domethënë, praktikisht është një 10 fishim. Bujqësia, ne në gjithë të vite kemi marrë nga Bashkimi Evropian më pak se 200 milion euro në mbështetje, në total. Shumë më pak se 200 milion euro. Me hyrjen në Bashkimin Evropian do të marrim 300 milion euro në vit, që do t'i shkojnë fshatit, drejt për drejt. Dhe të tjera që nuk po i marr me radhë, se janë shumë përfitime, dhe në momentin kur i e përpara kësaj mundësie, çfarë diskutimi është për këtë votoj. Dhe pse çdo lloj devijimi i votës në një drejtim tjetër, këtë mundësi e vën rrezik, sepse ne jemi duke negociuar antarësimin. Tani ne jemi këtu duke folur për këtë punën tonë. Në Tiranë janë 1000 veta që janë në përzyra që punojnë me negociatat. Çdo ditë, dhe bëhet fjalë për qindra mijëra faqe punë. Ligje, vendime, rregulla që duhen transferuar në organizmin ton legislativ dhe rregullator. Qindra mijëra faqe. Kjo do të thotë që nuk ka asnjë minutë për të humbur. Dhe afati i dakordsuar me ta është fundi i 2027-s. Ne i kemi nisur negociatat vjetë. Dhe në fund 2027-s na është hapur kjo derë që t'i mbyllim dhe të futim Bashkimin Evropian. Bashkë me Malizi. Malizi ka nisur në 2012. Vetëm kaq mjafton për të kuptuar që është një mundësi e artë që na është krijuar tani për arsye jo vetëm tonat që ne kemi bërë detyrat, por për arsye të gjeopolitikës dhe të situatës përgjithshme ku Bashkimi Evropian kërkon të shtojë rradhat e veta dhe do t'japi një mesazh botës që ne po zgjerohemi dhe po rritemi në numër dhe do të unifikojë gjithë perimetrin e vet sepse Europës në kufi me Rusinë, sepse përndryshe jemi të kërcënuar. Dje komentova një publikim të bërë, anketimi që ka filluar në 1983. I gjithë popujve të Bashkimit Evropian, lidhur me sa e mbështesin Bashkimin Evropian, ka nxjerrë një rezultat shokues. Bashkimi Evropian sot, si organizim, në gjithë 27 vendet, ka mbështetjen më të madhe që ka pas që nga 1983. Mbështetje që i ra shumë në vitet paraardhëse. Pse ka mbështetjen? Sepse popujt e Europës e kanë ndjerë që duhet me u bashku, duhet me qenë bashk, duhet me garantu perimetrin, sepse këtu nuk bëhet më fjalë për
jo po kjo, jo po ajo, se kjo kështu, se kjo ashtu, këtu bëhet fjalë për ekzistencën dhe bëhet fjalë për të mbrojtur sovranitetin, për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur gjithë ato që janë fituar nga kërcënime të ndryshme dhe nga lufta. Tashi, çfarë do diskutojmë ne këtu në 11 maj? Në momentin që ka një luhatje, dhe luhatje unë nuk e shoh si një kalim i shumicës nga një anë tjetrën, se kjo nuk ndodh, por ka një luhatje në aspektin e çfarë shumice del. Del një shumicë si kjo që kemi, del një shumicë edhe më vogël se kjo që pavarësisht se, pra, del 71, del 74, çfarë del? Apo del një shumicë që i thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike. Siç shqiptarët mbështetën Partinë Demokratike në 92-shin, kur i dhanë fund ndarjes me historinë e të shkuarës dhe hapën një kapitull 3. Nuk ishin të gjithë antar apo simpatizant të PD-s, po ishte PD-ja e vetmja gjë e mundshme në kohën e dur dhe në vendin e dur. Sot është koha e dur, 11 maj, ky është vendi i dur, ti jesh në qendrën e votimit dhe patjetër që adresa e dur është vetëm Partia Socialiste. Çdo gjë tjetër është një budallëk. Është një budallëk. Ku do ta çosh votën? Për çfarë? Për marrëzit që fliten. Parti Këneda as nuk diskuto, parti të reja, partia më e re sot, dhe unë po ja u them statistikisht, është Partia Socialiste. Është Partia Socialiste. Se merri dhe për qesh kur të pash që këto të rejat kishin janë 17 personazhe që i prekte dekriminalizimi. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi, nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve, kanë kërku njerëz. Merë babën, merë gjajën, merë vllajën, merë atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Edhe çfarë do t'i japësh atyre? Puna atyre që bëjnë çfarë duan, të hanë kokat me njëri tjetrin nga ajo anë. Unë këtu e kam për ata që janë mendje hapur dhe pavarësisht se mund mos jenë mbështetës Partisë Socialiste, dhe nuk ju them hajde bëuni mbështetës, hajde bëuni socialist, ju them votoni në datën 11 maj që ne të jemi blok dhe t'i themi BS po vim. Po vim. Dhe në 12-13 maj, kur këtu të numërohen votat, ata 1000 veta që merren me negociatat vazhdojnë punën dhe mos rrinë të shohin televizor e prit se si po del Shkodra. Nuk duhet ndodhi. Shumë e thjeshtë. Nuk duhet ndodhi. Përndryshe vështirësohen gjërat. Dhe s'kemi pse vështirësojmë një mundësi historike. Kjo është pak a shumë ajo që unë doja të theksoja. Natyrisht që deri në 11 maj do jenë gjitha mundësit për të folë për të gjitha gjërat e tjera. Nesër ne kemi shpalosjen e Shqipërisë 2030, bashkë me gjithë grupin e deputetëve, për t'i dhënë një perspektivë me piketat kryesore natyrisht, sepse ndryshe nga të tjera që bëjmë programe elektorale, ne kemi një program që për çdo fush kemi një mal me strategji, me plan, me gjitha, kështu që është shumë masiv programi ynë, është program qeverisës, dhe ne qeverisim, ne nuk kemi hajtë kapim në i gjo, se s'kemi gjo në dorë dhe s'do na vi gjo në dorë, dhe po i themi do i bëjmë pensionet 500 euro, edhe do bëjmë naftën 5 cent. Këto i thot kur s'ka gjë në dorë edhe ja fut kote dhe pastaj as nuk e da përvosh dot që e bënde apo se bënde, se nuk do fitoj dot, s'do ta ketë mundësinë ta tregoj, kështu punë e madhe fort.
se kam tregu edhe në vend tjetër dhe këta më kujtojnë eksaktësisht kur në një ngushëllim me Fatosnano, kur i thot, ishte kryeministër, kur i thot njëri, zoti kryeministër, thot, s'keni gjë në vi, po nuk zgjidhet përfundimisht probleme pronës. E drejti, thot Fatosi, për keno ideti, shumë e thjeshta, merrni gjithve dhe jepjen e atyre që e kam pas pronarët e vjetër, gjithë tjerët, të ndahet kjo muhabet. I tha Fatosi, kjo është shumë vizionare, tha, shumë e guximshme, tha, po këtë do ta zgjidhesh me Sabriun, tha, që s'ka gjë ndorë. E kishte fjalën për të ndjerën Sabri Goda. Me fjalë, hajde të 100% gjitha, po edhe Sabriu i shkreti ndëjtin kryet Partisë Republikane, nuk e di sa mandate fitoi me këtë teori, po pastaj iku në botën tjetër dhe nuk arriti dot ta provonte që mund ta zgjidhte këtë punë, se nuk i vinte gjë ndorë. Kështu që për t'ju dhënë një punë dhe një rrogë, edhe për të pa cirk me këta që dalin edhe bëjnë propozime çuditshme, është me çu votën. Megjithatë ka lloj shihesh, lloj njerëzish puna tyre. E rëndësishme është që të gjithë merren me ne, të gjithë s'lën gjë pa thënë për ne, të gjithë na tregojnë ne me gisht, madje kanë dhe një paturpsi tjetër shumë të madhe që na tregojnë ne me gisht për punët që po bën drejtësia. Na tregojnë ne me gisht pse disa ndër ne kanë probleme me drejtësinë. Ndërkohë që nëse kjo ditë erdhi sepse këtë ditë e sollëm ne. E solli vizioni, kurajoja, reforma jonë drejtësi, mbështetja jonë për institucionet e reja drejtësisë, dhe vendosmëria që lufta kundër korrupsionit jetë totale, qoftë në parandalim, siç kemi bërë dhe siç po bëjmë reformat, gjë që e njohin të gjithë dhe që për cilën Bashkimi Evropian ka fituar një besim shumë të madh ke Shqipëria dhe thot tani ju duam të vini brenda, qoftë me goditjet që bën drejtësia. Ne dorëzum shpatën. Për herë të parë që nga 1912 pushteti politik s'ka shpatën që i takon të ta kishte drejtësia dhe për herë të parë ka drejtësia në dorë shpatën. Tani ne duhet të ulim kokën për këtë, për te të gjitha lajthitjeve, gabimeve, çuditërave që mund të ketë ky proces, në thelb ky është një proces historik i domosdoshëm, të cilin ne e kemi mbështetur dhe mbështesim deri në fund. Deri në fund. Ndërkohë që anët e tjera, ata që s'do kenë asnjëherë gjë në dorë, ata s'pakun e shohin si të vetmen shpresë që të kapin në një gjë, sepse ndryshe s'kanë se si luftojnë fare me ne, e shohin si aleat për të bërë politik opozitare. Dhe kjo është normale puna tyre. Ndërkohë që bufi Kënetës bashkë me Kënetën thonë me 12 majnë do ta shkrim. Kështu që jemi ne garantët për këtë. Dhe do të jemi shumë krenar për këtë. Shumë krenar. Ne e kemi shumë të qartë vijën. Kush është këtu për qëllimin e përbashkët është i nderuar. Kush devion nga rruga për qëllimin e përbashkët dhe e përdor fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkoj atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për të pasur dyshime dhe dilema. Por kjo është një propagandë e vazhdueshme, bum. Gjithsesi, unë besoj që ne jemi jo vetëm në kohën e dur dhe në vendin e dur, por jemi absolutisht forca e duhur për të realizuar këtë qëllim të madh. Dhe kjo duhet jetë kryefjala.
Pastaj të gjitha të tjerat, një nga një, duhet dhe do të trajtohen deri në nivelin individual, deputeti me qytetarin, shtëpi në shtëpi, lagje më lagje, bashki në bashki, edhe në rangun e të gjithë Republikës. Shumë faleminderit. Kemi paketën e maleve. Po kemi paketën e maleve pastaj që do flasim për diçka konkrete edhe të tjera. Edhe herë, faleminderit.